Përderisa rriten pagat e kryetarisë bashkisë, ato shpërblimet tona që në fakt nuk kemi fare dakord që të rriten shpërblimet tona. Duhet kemi parasysh që ndihmojmë dhe këto familje në nevojë, se është e turpshme sa paguhen ata. Nëse më lejohet thjesht të përmend një nga këto familje këtu në relacionin që keni dërguar ju, Fatbardha Kasmi, familje në nevojë me shumë përfituese në vlerën 57.000 lekë të vjetra. Familja Merita Ahani 21.000 lekë të vjetra. Pra kjo është e turpshme, rritet rroga e kryetarisë bashkisë, se ja kemi harruar dhe fytyrën se nuk vjen as në mbledhje. Për çfarë lodhet kjo kaq shumë? Për çfarë rrit pagën, domethënë? Nuk e kuptoj, është e turpshme, mos merret parasysh që familje në nevojë, ju e cilësoni që janë në nevojë shumë, ti mos Zonja Ibra, merrni pjesë në komision, jeni prezent në komision, e keni ngritur zërin. Unë jam në komision tjetër, e kam në komision. Po nuk mendoj se do të mua para përgjegjësisë, e kupton? Ju jeni para përgjegjësisë, ju jeni në pushtet. Ne jemi opozitë dhe vetëm fjalën kemi. Ne vetëm fjalën kemi dhe në komision nuk jam mos e kam në komisione për të ngrihet zërin në komision. Prezence, ama unë nuk jam në atë komision. Me që je kryetare e këshillit, do ta kesh parasysh që unë